Një tërmet i fuqishëm ka goditur Kosovën brëm me magnitud 4.8 shkallë. Megjithatë, jo frika nga tërmeti, por pasiguria e ndërtesave ishte shqetësimi kryesor i qytetarëve. Shumë banorë në fushë Kosovë, Ferizaj dhe Prizren dolën jashtë banesave duke u friksuar se strukturat mund të mos përballojnë lëkundjet. Sipas drejtorit të Institutit Sismologjik të Kosovës, Shemsi Mustafa, zonat më të rrezikuara janë Pej, Istok, Ferizaj, Viti, Gjilan, Kopavnik, Prizren dhe Gjakov, me mundësi tërmetësh deri në 6.5 ballë. Mustafa thekson se çdo objekt duhet të ketë studim gjeolo-inxhinierik dhe të ndërtohet në mënyrë që të mbrojë jetën, të zvogëlojë dëmet ekonomike dhe të ruajë funksionin e strukturës pas tërmeteve. Arkitektët thonë se materialet e dobta mund të shndrohen në fatale, pavarësisht nga dizajni. Tërmeti më i fortë i regjistruar në Kosovë mbetet ai i vitit 1921 në zonën Viti, Ferizaj, Gjilan me 6.1 shkallë Richter dhe intensitet 8.5 ballë. Ndërtesat e dobta mund të bëhen fatale kur lëkundjet janë serioze.